nisfejn. E kam do namazin, thot Allahu më një hadith kutsi, mes vetës dhe robit e në 2 pjesë. Kur thot robi elhamdulillah rabbil alamin, ma falenderoj robi Rahmani Rahim, edhe në këtë pjesën, momentin që e fal ti namaz, ti komunikon me mbretën e mbretërve, me Allahun. Atë është mirë mi shpalos, mi ndje, bile nuk duhet me shpejtu, sa që më kujtojt një fjalë Omer ibn Abdulazizit, ai kur pas ka lexu Elhamin, pas ka lexu kështu Elhamdulillahi Rabbil Alamin, edhe ka është ndar një çast. Ar-Rahmani Ar-Rahim është ndar një çast. Pas namazit ka thonë, pse ti kështu vepron? Thot ta se keni që ta hadithin që va tregova para prak, hadithi kutsi, se Allah i ka thonë, e kam dojt namazin mes vetës dhe robit 2 pjesë. Kur thot robi elhamdulillah rabbil alamin, falendrimi takon Zotit botrave, thot Allahu, robi më falendroj. Thot unë ndona, du me ndëgju me ndjeme për tu, kur thot Allah, e im falendroj robi. Ka hinë në botën e knatësijës dhe përjetimin me Allahun xhaleshan. Ja na botën ku kënaqemi na. Botën haje dha, po. Sot laç, ambëlsira, kënaqemi. Kur to të adhurimi, shumë do.